Në intervjistën e fundit që kemi bërë së bashku në këtë studio, kemi folur shumë për rekrutimet, për moshat e reja, për thirrjet që hapeshin dhe për fushata në fakt që janë bërë në rang kombëtar për gjithë ata që duhet apo kishin dëshirë që të angazhoheshin në strukturat tona të forcave të armatosura dhe të ushtrisë. Si ka ecur për këtë vit, edhe pse jemi në mes të vitit, dhe krahasuar me të njëjtin vit që lan pas, ka një diferencë në shifra? Absolutisht ka diferencë. Trend në rritje të gjitha kategorive. Aktualisht neve kemi disa kategori që rekrutojmë, kemi ushtar ose detar aktiv në forcat armatosura, kemi studime në universitetet ushtarake jashtë shtetit, kemi studime në Akademinë e Mbrojtjes të forcave të armatosura dhe studime pas universitare. Me të drejtë referuat edhe me intervistën e mëparshme, unë mund deklaroj që në 2 fazat që kemi zhvilluar, 3 faza janë gjithsej, në 2 fazat që kemi zhvilluar, ne jemi pothuajse mbi 30% të numrit më të lartë se sa 2 fazat e vitit kaluar. Kjo na bën që t'jemi më të buzëqeshur, sepse me këtë neve rrisim cilësinë e atyre që ne bëjmë pjesë të forcave të armatosura, rrisim gamën e gjerë të specialiteteve që marrin forcat armatosura. Nëse do t'i referohesh statistikës, vetëm për ushtar apo detar, është pothuajse 8% dhe 9% që vinë me shkollë të lartë. Fokusi i kësaj kategorie është shkolla mesme. Pra që do të thotë se ka shumë interes që të bëjmë pjesë e forcat armatosura, qoftë edhe ushtar. Më jep një detaj, kush mund të keqë mosha më e madhe që ka dashur të bëhet pjesë e këtyre rekrutimeve që është hapur thirrja nga autoritetet dhe është vetë ofruar? Për rikthimin forcat armatosura është dhe 62 vjeç. Që në këtë moment mund të deklaroj që është e pamundur për ta rikthyer në forcat armatosura. Ama ka patur dëshira të kësaj natyre nga ky kontingjent? Për rezervistën forcat armatosura është dhe 64 vjeç. Jo, po them tek rekrutimet që keni bërë që nuk ka lidhje me tokat e ushtrisë. Për të bërë pjesë e forcave të armatosura, neve kemi kufirin e moshës që është 30 vjeç dhe pavarësisht dëshirave të njerëzve që dëshirojnë të rikthehen në forcat armatosura, të shërbejnë në forcat armatosura, sa për lexone kriteret që duhet jetë, ai normalisht tërhiqet. Në kategorinë e studimeve jashtë vendit, neve kemi marrëveshje në Turqi, me Turqinë, Greqinë, Italinë, Anglinë dhe Shtetet e Bashkuara. Aktualisht jemi në fazën e rekrutimit për studime në Turqi, ku kemi 8 kuota, për të cilat janë 8 kuota studime free, plus kësaj ne i trajtojmë me pagesë mujore. Një student merr pagën e ushtarit aktiv. Kemi 2 kuota për mjeksi, 2 kuota për forcën toksore, 2 për detare dhe 2 për atë ajrore që do t'jenë në Turqi. Dhe afati fundit është 17 korriku për dorëzuar dokumentacionin. Janë mbyllur të gjitha fazat e tjera për Italinë, Anglinë dhe Shtetet e Bashkuara, jemi në pritje dhe të kategorisë për studime në Greqi. Po kështu, në këtë periudhë që jemi tani, ne jemi në pritje dhe do publikojmë së shpejti studimet që bëhen pranë Akademisë Mbrojtjes, është 1 vit pas universitar për pas universitarët. Këtu ne pretendojmë të rekrutojmë specialitetet të cilat ne nuk i prodhojmë në forcat armatosura, siç janë mjek, siç janë inxhinier. Termini inxhinier është bërë termi më i përdorur në ditët e sotme edhe në forcat armatosura, ku industria ushtarake është në rrugën për një zhvillim sa më të gjerë dhe neve kërkojmë të rekrutojmë këto specialitete. Jemi në konsultimet dhe në takimet të vazhdueshme me universitetet të cilat kanë këto fakultete. Ne synojmë që në vitin 2025 të marrim 50 deri në 60 pas universitar, të cilët mas një vitit akademik që të zhvillojnë në Akademinë e Mbrojtjes ata titullohen oficer dhe do shërbejnë në përputhje me kontratën në forcat armatosura. Për fat të mirë kemi dhe profesionistë të lirë që nuk lidhen me forcat e armatosura, nga ajo që më artikulove që duan të bëhen pjesë dhe të japin kontributin e tyre edhe në këto struktura ku mjekët, inxhinierët, por edhe profesionet të tjera janë të domosdoshme dhe për funksionimin dhe mbarvajtjen e gjithë proceseve dhe punës tek forcat e armatosura dhe tek ushtria patjetër. Edhe juristin që është termi më i përdorshëm në jetën tonë publike, se gjithkush ka nevojë për një konsult juridike, edhe ne kemi nevojë për juristin, edhe ne kemi nevojë për financierin, edhe ne kemi nevojë për inxhinierin që është termi më i madh. E qartë. Për ata që ndodhen në një qytet tjetër përveç Tiranës apo në qytete që e kanë pak më të vështirë të sigurojnë informacion apo që kanë dëshirë
Mbasi të bëhen pjesë, po të marrë informacion se si funksionon pjesa e strukturës e forcave të armatosura. Ku mund të drejtohen? Kush informon për te website-it zyrtar? Përveç publikimeve që bëjmë në media, përveç website-ave të Ministrisë Mbrojtjes apo të Qendrës Personale Rekrutimit, në çdo qark ne kemi nga një zyrë rekrutimi.